Janë trejat. Trejat, qiko, mos ta bëjmë këtë, sepse kjo është një nga shenjat si që ka PD-ja për shembull këtu atë është në Serbi. Është shenja e Serbisë. Është shenja po, treshi. Kështu, treshi, pse çfarë do thotë? Treshi nuk e di çfarë do të thonë, po është një shenjë që identifikon serbët. Jo, po tiarët e kanë kështu. E kanë kështu? Po. Serbët e kanë kështu. Ne e bëjmë kështu. Ne e bëjmë kështu. Ky në fakt është Inglourious Basterds, nëse të kujtohet për shembull. Kjo është winner. Edhe winner, po kështu, po. Inglourious Basterds në fakt që e kuptoi ai generali gjerman, sepse tha ne porosin e bëjmë kështu tha. Nuk e bëjmë kështu. Jo, ne e bëjmë kështu tha. Nuk e bëjmë kështu, ndërkohë që ai porositi 3 whisky. 3 more whiskies tha. Kush e ka parë filmin? Mirë se erdhët në trejat med edhe për sot. Kemi shumë për të folur. Mirë se të takojmë. Mirë se ju gjetëm, edhe me këngën, si fillim domethënë dua të përshëndes punëtorët po të gjithë ato që kanë marrë përsipër dhe shikojnë punën që bëhet në autostradën Tiranë-Durrës, sepse mjaft mirë mund të punojnë edhe ndarke, nuk kanë pse të na bëjnë gjithë këtë zallamahi. Punojnë natën për të bërë rëmuj ditën, ashtu punojnë ata, megjithatë janë punime shumë të mëdha mati. Absolutisht, deri tani kanë vizuar rrugën deri ke Qetuuja. Me këto ritme, në verën e vitit 2026, mund ta kemë mbaruar vetëm vajtjen. Do të ketë mbaruar e gjitha nuk vetë fjalë fare. Po jo, po kishte edhe të papritura. Pse çfarë papritura? Dhe duhet edhe të mirë kuptojmë deri diku përtej shakave. Maroi boja, i ndrita. Nuk ishte problem i tillë, por kishte shtypur një macë pa dashje një në makinë. Ishte shumë problem të transportoj macja, gjakra, atje duhej pastruar rruga e kështu me radhë. Erdhën të arfiksat, erdhën. Hallet më dha, hallet. Të gjithë ministrat e këtjerë, mi halle. Duhet të rishtrua rruga tani. Po. Është bërë problemi i madh. Është bërë një grop aty. Gjithsesi do të kemi shumë për të folur sot, ka Champions League. Champions League e cila starton, po më vonë do të flasim për atë. Do të flasim për gjenit mëdhaja dhe legjendat ndryshme për sa i përket atyre. Shumë gjëra interesante. Po edhe për stadiumin që do bëhet. Sot nuk do të qeshim, ne kemi ndaluar qeshin, duam të jemi shumë serioz, dakor? Absolutisht, je vesh dhe me xeza, jam vesh dhe me blu. Çfarë do të thuash ti, vetëm ti gjithmonë i veshur me bluje, pavarësisht. Edhe nëse nuk e nga brenda, e ke zemrën blu. Mos ta politizojmë domethënë, Rofsali Berisha, Route 94. Për fjalë, Rof Nardoga. My love. Si që nga kënga fix për në emër të parime politike. Sa bukur është momenti që ne duhet themi Vodafone faleminderit, Vodafone gjithashtu power to you dhe Vodafone.al për të marrë vesh gjithë ofertat dhe vendet që organizon Vodafone në përgjithë Shqipërinë edhe në gjithë botën. Eksakt. Kaluan rrjetet sociale ose po kalojnë poshtë, gjithmonë ju ftojmë dhe turp ju vi atyre që nuk janë bërë pjesë e Med Albania në Facebook apo Instagram apo Twitter apo të kenë klikuar në med.al ku do të marrin vesh jashtëzakonisht shumë informacione për sa i përket botës së muzikës. Një oazë i vërtet për sa i përket botës muzikore. Ndërkohë që mund na ndiqni edhe live. Kaluan rrjetet e mirëqenies sociale poshtë. E mirëqenies. Kaluan rrjetet e mirëqenies sociale. E njëjta gjë është mirëqenia sociale. Sepse asgjë më shumë se ç'bëjmë ne në rrjetet sociale nuk bëjnë ata të mirëqenie sociale. Të lutem. Megjithatë, në Facebook në Med Albania kemi postuar një foto, të cilën e ndiqni këto momente në ekranin tuaj. Kalon ju pyesim sot si do të silleshit me një mashkull që ose femër. Eksakt, që flirton kudo dhe kurdo me këdo, po themi. Po, si do sillesh. Para njerë, çfarë do një mashkull tillë? Përtej se mund të jetë ose femër. Ose femër, domethënë po. Ç'pun ke domethënë me një që flirton. Se duhet ta kesh dashur. Dashur jo, po mund të rastisi që ti je duke bërë muhabet në klub, dupsi, ti do ta kapësh atë dhe ajo e ka menin ke gjithë tjerë për shembull. S'është se ndihesh mirë. Se shef çka ka mund që ndihesh mirë, nuk ka asnjë problemi sepse ajo është e lirë të flirtoj këtë doj. Ka marrë overdraft, ka marrë rrogën përpara, vetëm që dal sot edhe të jap ty pije dhe ti shef tjerë. Pa çka se me zori kam bërë ato 6.000 lekë që të blesh një koktejl. Shiko tani, ti duhet të vendosësh. Pa çka se s'ka makinë, po unë nuk jam çuni keq. Ti duhet vendosësh një shishe e parë punës. Ose minimalisht kesh kontakte shumë të mira me kamarier banakier që edhe atë pijen e thjesht i merr ta sjellin në fishek zjarre. Tindize fishek zjarre për mua janë çelësh. Okej, aheng. Gjithsesi për te kësaj, gjithsesi të kam falur për atë. Nuk ka problem fare. Të kam falur, mund të flirtosh, s'ka problem. Jo, më nuk. Jo, më se, nuk ndodh që me ke ka Juli në... Se kuptoj. Budget me ke?
Okej, ideja është e dhimbshme deri diku që mos të flirtoj apo të flirtoj me çdo tjetër e mos flirtoj me ty, por kur është i joti është akoma më e dhimbshme. Po kur është nuk që flirtoj. Tani kush është shkaku që ta kesh një po themi një dashur till? Mund të marrë financiarisht, ka shtëpi në Tiranë. Kjo ka shtëpi në Tiranë, ke parasysh edhe ti shkon kjat me 2 brek me gjizë me vete. Po sigurisht. Ka ca goca për shembull që arrin në atë stad që thonë që si e bër sot mi. Je bërë që të gjesh mashkullt me shtëpi në Tiranë. Se janë këto një nivel më lart që janë me shtëpi në Tiranë. Nëse. Wiz Khalifa, see you again. Na shkruani dhe ne do t'i lexojmë pak më. E vërtet. Është një nga ato ditë të cilat janë të shënuara me gërma shumë të zeza, më të zeza se zakonisht dhe në faqe të zeza. Po. Nga ato raste në të cilat kupton që kafshëria njerëzore nuk ka kufi, abuzimi që bën njeriu nuk ka asnjë lloj kufiri dhe duhet të paktën brenda këtij realiteti, qoftë në Afrikë, por qoftë edhe në Europë, por qoftë kudo njeriu ka treguar që është as kafsh nuk meriton titullin në fakt. Por nëse do ta meritonte do të ishte kafsha më e keqe e mundshme. Sot do të marrin ceremoni të ndryshme në nderim në mbar botën të 219 vajzave të cilat janë rrëmbyer. Po gjithë e dim mjaft mirë fushatën që sensibilizuese që është bërë në plot, gjithmonë niset në Hollywood, nisen ato mos i vrisni vajzat e pastaj u morë edhe këtu nga VIP-at ose njerëzit publik shqiptar, sot nuk po ndihen, domethënë më aq sa kam parë unë deri tani. Por është bërë plot një vit si shta dhe Rudi nga ngjarja që 219 vajza pra u morën nga grupi Boko Haram dhe për të shfrytzuar ekstremistët e grupit Boko Haram për të shfrytzuar seksualisht, për të shfrytzuar si sklave seks. Në fakt janë politika apo strategji apo fenomene të cilat vazhdojnë të ndodhin. Po, janë raportuar që në Nigeri janë marrë rreth 2000 vajza si po themi sklave seksi. Sigurisht që të njëjtat fenomene ndodhin edhe në Siri, në Iran, në Irak, në Afganistan, e kështu me radhë janë me të vërtet për të ardhur keq kur sheh që ndodhin gjëra të kësaj natyre, ndërkohë që një fenomen si ai i Francës për shembull mori përmasa gjigande. Absolutisht. Dhe po themi raste të kësaj natyre si këto rrëmbime 2000 vajza pra nuk kanë asnjë lloj rëndësie të paktën në fytyrën ndërkombëtare. Pra është një mënyrë e mirë dhe një akt për të përshëndetur të gjithë atyre që në Washington, Londër në fakt do të ketë. Absolutisht do ketë paragalime gjithandej edhe në kryeqytetin Abu, ku do kalojnë 290 vajza, duke përfaqësuar të 290 vajzat që u morën nga terroristët. Pati dhe një angazhim, po themi masiv në Twitter, ku kishte një hashtag pra Bring Back Our Girls, pra na sillni mbrapsh gocat, gjë që kam përshtypjen që është vështirë të ndodhi, por nëse nuk është gjetur asnjëra nga ato. Absolutisht nuk është gjetur. Megjithatë, urojmë që të mos ketë në vazhdim. Ne urojmë që këto, po themi, veprat filantropike të jashtëzakonshme të VIP-ve të ndryshme, apo qasjet pacifiste që kanë shtetet jashtëzakonshme si SBA e Gjermania e kështu me radhë, të ndikojnë edhe në këto shtete në cilat njeriu nuk vlen asgjë, dhe mos të na shesin më pralla tipit po ndihmojmë, po bëjmë fëmijë. Shumë dakord, ikim gjë muzikë dhe vim prap këtu. Na dogjet mati. Po miron se unë që normal, beqar 26 vjeqa, është deri diku e pranushme. Më na del në një emër plake. Bubuja. Na del familjarisht emri, nam. Na dali gjyshe, shko tani. Nëse ke vizituar, ja po ja themi, sajte porno. Në 2015, edhe si përdorues i pa përcaktuar pra. Prit që së shpejti dhe pa prit mas, të botohet e gjithë kronologjia. Së bashku me emrin tënd. Edhe qa lloj porno e ke parë? Ti mos shiko si jo i ndinjuar, se e di shumë mirë, ti që je atje te kamera, e di shumë mirë, e di që ke ca histori. Dhe të gjithë çunat, e ti Berto që bën sikur po dëgjon celular, ke histori, edhe që e burri martuar. Është ndërkohë. Dhe të gjitha nuk e di, por të gjitha të palara do dalin, edhe juve që po na shikoni këtë moment, mos bëni sikur nuk shikoni porno. Problem do të ishte për shembull që ndërkohë që mirën e çunat e pranoj, fajtor, përmine çunat është okej, po kur të dalin ca emrat fisit, është pak sa problematike.
Dali për shembull emri i gjyshit tim dhe ka dhe emër të interesant, nuk ka tjetër me atë emër, Magrip. Shkurt Gripi. Gripi tani, Magrip. Palesi mund ta ketë ap adresën. Magrip Lala. Jo, i del emri. Ndërkohë që kontrollon thua mos Rudi Hizbo, mos. Tak shef Magrip Lala, mos. Vazhdon më poshtë Adelina Lala. Gjyshja. Jo, me madhja që fap del kronologjia fikse gjyshit, edhe del kronologjia e Dajës dhe del kronologjia e Ote dhe thot, e shefi kanë gjatë fiks Dajës. Ka të njëjtat preferenca si Daja. Ka që brazilianët. Jo. Interesante do të ishte që kronologjia e Dajës, seleksionimet e Dajës, mos të ngjanin fare as me të gjyshes e as me të gjyshit. Atë fillojmë gjyshojmë gjyshit. Imagjinoj që kronologjia e Dajës të ngjajë diku tjetër, komshi. Edhe fillojmë me gjyshin dhe a morë të qafë. Megjithëse është një vend rutizmo, ku do ndodhi komplet e kundërta. Ku atje çdo gjë e keqe e bën gjithë, edhe ai që s'e ka bërë atë të keqe, shahet parlament pra. Mund dalin një tektuk që ndoshta s'ka parë. Çfarë porno mund të shoh? Me Interin. Me Interin? Po. Tifozat e Interit e kështu? Shofin me Interin. Do me thënë, një tifozet Milanit? Po jo, s'ka një me Milanit. Në ekip tjetër, Sassuolo, kush tjetër, Arlis? Si? Arlis ja bën vetëm me në këto momente, çfarë porno do të shikonte një interist? Kjo është ide. Nuk e di, nuk shkon mend fare, nuk e di. Me thënë, shumë tifozet Barcelonës dhe një grup interistësh që... Po. Duke i barhaku. Nise, mos futem. Po, nise, kalojmë tek e të mërshme me këtë, na morët qaf. Kalojmë tek kjo tjetër e qëtë. Që porno mund të shofi? A më kalojmë. E kam abetin s'do të ta them se gjithë. Iki. Që porno shofi? Janë dhe ata që... Ja, është zakonisht lojtari i fundit, është lojtari më i mirë, që është në fund fare dhe atë kap kamera në fund, e kap dhe pjesën e kokës dhe i kthehet ja bën me sy. Kurse janë ato turpshmi, janë kapiteni që është zakonisht është më i forti, që është këno dhe himnin, por nuk di si janë teksti i himnit Champions League-s. Nese. Për teksa do të flasim për Champions League, sepse sot luajnë dy takime shumë interesante, Atletico Madrid dhe Real Madrid. Një derbi hispanik, por një derbi duhet thënë edhe europian, sepse me të vërtet prek Madridin, prek Spanjën, por prek gjithë... Po, është e vërtet që... Po, është e vërtet, Rut. është flamuri për i bukur në botë, Alban. Gjithë si sot një super takim pra, ku pritet që për formacionin e Atletico Madridit luajnë në port, Moja, Juanfran Diaz, Miranda Godin, Jesus Games, Thiago Gabi Koke, Arda Turan, Griezmann dhe Mandzukic. Është rikthimi Mandzukic sepse mendoj që do luante Fernando Torres, por Mandzukic është arritur të rikuperohet në kohë. Ndërkohë, për Real Madridin 11-shja e mundshme është Casillas, Carvajal, Pepe Ramos, Marcelo Kroos, Modric, Isco, Benzema, Bale dhe Ronaldo. Nuk duket vetja si Alban Xhihani në këtë momente. Ndërkohë që për Juve dhe Monaco nuk është se i kemi të saktë, domethënë nuk është se i dim informacion, nuk parashikohen, thjesht dim që nuk luan Pogba. Edhe unë parashikoj që mund dali 0-0. Jo vetëm për faktin që s'luan Pogba, po mendoj që mund dali 0-0. Si parashikon Atletico Madrid Real Madrid? Atletico Madrid Real Madrid mendoj se fiton Atletico Madrid 1-0. Këtu jemi, nesër prapë këtu jemi dhe do të ballafaqohemi në parashikimet që kemi bërë. Ti si thua? Edhe unë jam i mendimit që del një X i bukur. X Atletico Madrid. Po, X Atletico Madrid, ndërsa Juvia fiton Binçëm. Fiton Juvia Binçëm. Okej, unë mendoj kështu, nuk i dihet asnjë. Nuk ka asnjë lloj problemi. Ikim nga futbolli, normalisht do t'i shikojmë gjithë ndeshjet dhe ne presim që të mbarojmë 3-met. Falenderojmë jashtëzakonisht Vodafone i cili na mbështet gjithmonë emisionin ton për të informuar më tepër Vodafone.al, super oferta normalisht, por për te Vodafone i cili na shoqëron me rrjetin e papar 3G ku ju mund të futeni në Facebookun ton, ku kemi postuar edhe temën që kemi zgjedhur për sot. Të cilën Mateo do na e rifreskoj pak dhe na thot komente. Po, si do silleshit me një mashkull ose femër që flirton kudo dhe me këdo. Jona Zela thot he would be dumped, ignored. Evelyn Maddox thot mau i çik mërbur se do metesh me pasoja. Se ka dhe goca për shtëpi që të thyn dhëmbët thot. Florida Çaushi thot këta tipa zakonisht janë të pandreshëm, mjafton të injorosh, mendoj. Granda Buçka thot thjesht nuk do merresh afare me atë njerëz dhe mbaj afër, injorim total. Lorna thot i urreja të tipa që flirtojnë kudo dhe me çdo kënd thjesht do injoroja fumbja një tip i tillë s'merr njeri për seriozisht. Goca Madrilen thot e kap e rraf në sy të gjithëve. Hajde.
po çfarë ti bësh kur kthehet dhe tref, pastaj Vjolla Shara thotë thjesht do thoja budallajt hapi rruga asgjë tjetër. Ku është budalloku atje? Po pra. Rachel LC thot ai tip mashkulli do kishte lidhje fare me mua. Joy Joshua thot nuk më pëlqen këto lloj tipash, por nëse do ishe shumë i fiksuar, do ja ktheja në të njëjtën mënyrë pa sa të zgjaste, pastaj secilin punë vet. Domethënë këto do u lidhnin bashk, flirtonej, flirton kjo dhe kur të ndashin, do bënin po të njëjtën gjë që kur ishin lidh. Flirtonej, flirton kjo, a kupton? Një që gjeta guximin pra të flirtoj dhe të flas, ndryshe nuk do ta merrja vesh kurrë që nuk më kishe qejf. Claudio Plagu thot do i qëndroja larg dhe vetëm larg i urrej me shkëtet e tillë. Njona si as njona thot, pasi ta kuptoja diçka të tillë te një mashkull, thjesht do ta përbuzej urrejt këto tipa vërtet. Eri Muça thot thjesht nuk do merresha fare me atë lloj tipi. Amla thot thjesht do i qëndroja sa më larg te e mundur. Orsit, o çuna, çaj ka emrin ajo kënga indiane arabe që vini ju se më ka fiksuar keq. Varni, mund shkruash varni. Ja. Omar e ka emrin këngëtari, legjenda. E iki me Warni. Ju falem gjithëve që keni ekskluzivitet i vetëm i 3 javë. I 3 javë met. Je si tani do të ndiqni Kida Bonizo. Sa bukur, se kemi qef të bëhemi her pas here autentik, të bëhemi autoktonus, domethënë mundohemi në formë shakaje gjithmonë, duke kapur disa mënyra pikante të propozuarit në disa qytete të Shqipërisë. Domethënë janë kapur në formë shakaje. Shpresojmë që mos mërziteni, si ne shqiptarët i marrim me humor këto. Ne kemi qef që të ngacmojmë të tjerë, nuk kemi shumë qef na ngacmojmë, por megjithatë kur futemi të gjithë në një thes, atëherë le të ngacmojmë të gjithë. Kemi zgjedhur që të bëjmë propozime të ndryshme në bazë krahines e ndiqni. Qa mënyra, sa bukur, normale. Po që mos them që ky burri e bëri që të ulte pra dënimin, në kuptimin që pasi të ndaj gruaja të mos merrte shumë caktuar parash, po them rastin në fillim, janë një çift, janë martuar në 72-shin. Unë njoftë në 72-shin. Po. Kishin luajtur tavull bashk dhe kishte ngel me barë kjo. Iku hera parë. Kishin ngel prap me barë, iku hera dytë. Kishin ngel prap me barë, iku hera tre. 3 fëmijë u martuan. Gjithmonë duke luajtur tavull. Po, duke luajtur tavull bashk. Bam për plas gurët ky, bam për plas gurët edhe kishin ngel me barë 3 herë. Ja mori Marsë? Po, kishin ngel me barë kjo. Tani ky në vitin, domethënë tani së fundmi, kujtohet dhe thot që unë thot se pa çka se kërkoj divorcin, ajo s'meriton asnjë lek thot. Se? Ajo më ka shpif thot. Se? Ajo më ka mashtruar. Se mor burr? Sepse ai kishte gjinte deformuar. Gjinte deformuar. Ta dia tha se ishte kështu ku i mohabet, nuk isha martu fare. Ajo tha shmange çdo marrëdhënie seksuale, i shmange nga 72-shi deri në 75-ën. 3 vjet këto kanë bërë seks me çorape, me bluze deri këtu. Me kanatiere? Po, edhe me kanatiere. Ulte pantallonat deri këtu ke gjuri. Me drita fikur? Me drita fik. Është si ai rasti i atij çiftit që me sutjena më thonë nga regjia. Po, nuk e kisha menduar kur sutjena. Po. Dhe është si ai rasti i atij çiftit që pasi bënin seks, domethënë burri nuk mund dhe ishte impotent. Kështu që përdorte një mjet dhe një ditë hap dritën e domosgjymit gruaj. Tak. Thot palaço, maskaraj thot, unë mendoja se ne bënim seks, ndërkohë që ti je impotent, ti s'po bën as edhe një gjë, andaj këtej e shajem. Thot burri, okay, thot, unë jam impotent, thot, po mund të më shpjegosh i tha 3 fëmijë. Tani si na shpjegon 3 fëmijë në rastin konkret burri, nuk i kishte parë gjin. Po pra, kjo është problemi, si mund edhe... Apo tha që e tolerova. Dakor, jo me jo, ta kapim pak më thellë. Jo me jo, fëmijët janë rritur e rrut. Ky thjesht do me dhon lekët, thot që martesa ime është mashtrim. Po pse nuk u nda që atëre pra, apo donte 30. Po pikërisht pra, edhe si se pas ka kuptuar që kishte deformim ke gjin. Po kur jepte cicë fëmijës, ajo jepte këtu xicën. A kupton? Se kishte këtu. Si se kishe kuptuar? Se kuptoj unë. Edhe më bukur tha që... Hajde t'jap gjin nëna, kupton? Hajde t'jap gjin nëna. Pap t'u i dhon gjik këtu, ansore, t'u i dhon gjik me pajdhaqe. O mami, atë luaj qik me gjirin tëtë, luaj për mos u largosh shumë. Edhe më buka ishte që ishin ndarë në 99-ën, po kishin fletë bashkë dhe në 2006-ën, kishin përdort njëtën kartë krediti, kishin ikë me pushime bashkë. Dhe më thonë, janë thjesht disa mashtrime për ligjin, që ky, kur të ndahet tani mos t'japi lekët, ishte mashtrim e tjere e tjere. Ishte mashtrim, po më pëlqen arsyeja që ka gjetur, ku e diti që nuk ishte vërtet ajo dhe i
I ka stresuar jetën. Pastaj po ta kapim ne nga 72-shit deri në vitin tash normal që do jenë deformu pak gjinta, kupton? Ka boca kilometra vlla, nuk se do i rrin. Dje një grotësi në shpirt, ë? Po, budallaqe thatë, Karagjoksi ke supa. Karagjoksi ke supa. Kështu që arsye mirë për gjithë ju që mund të ndaheni në këtë moshë të madhe, jo vetëm gjinjt, por shumë gjëra janë të deformuara. Kështu që mund ta quani mashtrim Ne shërojmë sëmurët, tha, nuk ringjallim të vdekurit. Ikim gjoj muzikë mirë dhe vim prapë këtu. Bukur, vjen një moment se historia këtë ka të bukur, që historinë e shkruajnë gjithmonë të fortit, dhe pasi vdes një fort, vjen një fort tjetër që nuk i intereson, siç e ka thënë ai forti më përpara. Historinë e shkruajnë budallënjit dhe e ruajnë të fortin, në bazë interesit tyre. Megjithatë, ne përshëndesim njerë Vodafone, i cili është gjithmonë shoqërinë tonë. Vodafone.al i themi gjithmonë që mund të gjeni super oferta, megjithatë hapni spote vërtet, sepse ofertat janë të papara. Ndërkohë që kalojmë tek mitet, këto që ju themi ne nuk janë mite, sigurisht janë mëse të vërteta. Ekziston një mit për shembull që Einstein gjithmonë kur ka qenë i vogël, pra ka qenë një student më së i dobët dhe nuk ka arritur që të kalonte klasën e matematikës, kjo është mëse mashtrim, sepse Einsteini e ka përgënjeshtruar diçka të tillë, duke thënë pra që në moshën 15 vjeçare, po themi, ose sa para moshës, para 15 vjeçare, ka zotruar njësi diferenciale dhe integrale. Gjë që unë akoma se kam kuptuar, domethënë. Jo, nuk e pse ta kuptosh, se nuk duhet. Jo, edhe mund ta dija, kupton, se i bëm si klasë. Ka shumë gjëra që ne i bëjmë, i mësojmë dhe nuk na duan, po gjejmë pafund kështu nëpër media ose nëpër sajte që Einsteini ka qenë dobët me mësime. Jo, absolutisht ai ka qenë i shkëlqyer, ka shfaq dozat e gjeniut që qyre në të gjitha mësimet, fakt. Absolutisht, ka qenë dobët në frëngjisht. Jo i interesuar në shumë lëndë, por ka qenë shumë i talentuar në fizik, matematikë dhe në fizik. Përtej kësaj, ai ka patur goxha probleme ndryshme për të fokusuar në jetën e ditë përditshme, aq sa kishte edhe student kur ishte për shembull pedagog në SBA që shkonin në shtëpi e merrnin dhe e çonin në shkollë dhe e rikthenin në shtëpi se humbiste rrugën. Përtej kësaj, telefoni i parë, legjenda thotë që apo miti thotë që është një shpikje Graham Bell, nuk është fare vërtet. E ka shpikur një Gjerman. Po, nuk ka. Okej. Ska gjë. Qa kishte? Ska gjë, Juli, bësha ka me mjellën e Gjermanit, se shofim. E vërtet është e ka shpikur një Gjerman, nuk ishte asnjë lloj arsye për të lumturuar. Në fakt, telefoni i parë funksional ka qenë 15 vjet para, po themi, ngjarjes së famshme të Graham Bell, që ka marrë dhe, po themi, titullin e shpikësit telefonit, ka qenë Philip Reis, ai Gjermani që thotë, dhe është quajtur Reis Telephone, normalisht, që mund të quajë Reis Chicho, dhe është ekspozuar për herë të parë në vitin 1861. Qënë si ka, unë mund të them që telefoni i parë është vjedhur nga një Laçan. Qofse e ka bërë ky, telefoni i parë ka vjedhur një Laçan. A thua? Se vend diskutim. Telefoni i parë sjell në Shqipëri në vitin 1960. Edhe e solli një Laçan. 1861 u shpik dhe 1860 ishte në Shqipëri, se mori kampionin e parë. Në eksperiment dhe e fundit është Hitleri. Hitleri ka pafund mite për Hitlerin e tjerë, disa thonë për këtë vdekjen që nuk ka vdekur, ishte në Brazil, po pse shkoi në Brazil, mos kishte dorë që fitoi Gjermania botërorin e tjerë. Po e bukura, domethënë është që kur thuaj për Hitlerin që ishte vegetarian dhe nuk pinte alkool, nuk është e vërtet. Hitleri hante mish, po hante, kishte qef shumë lloje mishi, kishte qef mish njeriu, se ka hëngër diku ke 2 milion veta, përveç mishit të kafshëve që i konsumonte, ka pirë dhe alkool. Jo, që mos bëjmë, po them metaforik, ka pas shumë njerëz që thonin që një njeri i cili ka bërë një nga gjenocidet më të mëdha të njerëzimit, po themi kursente jetën e kafshëve, se i thonë. Bilese kemi parë shoqëruar edhe me pasorët e tij besnik. Absolutisht, edhe helmin në fund fare, siç thuhet në histori, që për ta provuar ai ishte në të vërtet helm edhe të vdiste, ja provoi qenit, tha vdis golfit i para, tha, se të vjen babi nga mbas, ja dha dhe ja 2000 çifutve. Hajdini dhe ju, bashkë, t'ju torturoj dhe atje ku do shkoj. Gjithsesi duhet thënë që nuk është se ja u kursente jetën kafshë, ka pas shumë qef suxhukun Gjakovës. Kastravec, hyre... Ashtu hyni, ashtu doli, Kastravec. Ashtu hyni, ashtu doli suxhuk në rastin e Hitlerit dhe prosciutën gjermane pra, por siç thot pra, se nuk i mbaj mend emrin, Diona Lukas, kuzhinjeri i atij thotë që Hitleri ka qenë i fiksuar
me plumbin. I pëlqen dhe mishi plumbit. Dhe si ka mundësi, edhe a mund të kishte kafshë tjetër që të pëlqen dhe i tërë për të ngrënë? Plumbi paqes. Ai nuk kishte qef mishin e plumbit, thjesht donte të i zhdukte të gjithë. Mirë, ikim hajde mangat, thot Seven Saraci. Po mirë, hajde. Tash i veni gishtin kohës, nuk janë vërteta. Se s'duhet... Prandaj ekziston ajo shpreha mat që thotë që shoku i vërtet nuk duket në vështirësi. Po duket kur ti je mirë. Shoku i vërtet duket në të mira. Dhe kur e kam dëgjuar për të parë, thash çfarë duan të thonë me këtë? Pastaj kuptova që nuk ta do njeri të mirë, nuk ta do, kur ti fillon sukseset, fillojnë të shkojnë shtremër, fillojnë si betë shumë qefi, pse ai, pse kështu fillojnë xhelozit. Se kur ke halle probleme, të gjithë duan të tregojnë atë anën superiore të tyre. Atë mbi njeriun e bukur i cili të qëndron në krah për të rritur pikët e vetes së tij të hallit kesh ti për plazh që vllai jot ti. Kem bretin këtu. Hallit kesh, doni të mesh me çdo natyrë njerëzore është po një lloj egoiste. Në fakt, flasim për një edhe kur të ndihmon, ai ndihmon që të ndihmoj vetë në vet. Nuk është të ndihmon të rrisi veten e vet në sytë e tu. Në përgjithësi në sytë edhe të vetes së tij. Megjithatë, shiko si është artikulli. Shiko si është. Të lutem, fillo. Sapo je kthyer nga një udhëtim fantastik, gjete punën që dëshiroj aq shumë, mezi pret të tregosh se sa mirë shkojnë gjërat me njeriu e zemrës. Me pak fjalë, punët po të ecin shkëlqyeshëm. Mirë fare, vetëm mos i trego miqve, thot ky studim. Absolutisht. Çfarë donte të thoshte me këtë, mos i trego miqve. Atëherë është një autor i cili quhet Gus Kearney, i cili thotë gjithmonë kam pyetur veten nëse episodet e mrekullueshme që mezi presim t'ua tregojmë të tjerëve mund të sjellin më shumë të këqija se sa të mira. Po normale, sepse si pa kënaqësi, pse i ti, pse more pushime, ku gjetë lekët. Ky zotria është një pedagog i Universitetit Harvardit, pra një burr me mend deri diku. Po. Dhe lumturia është e vërtet thot për miq nëse ndahet me të tjerët. Po. Pra nëse ti je i lumtur, nëse ti je i suksesshëm, nëse ti je i arrir, bën mirë që ta ndash atë me tjerët. Nëse ne shkojmë me pushime bashkë, themun që ishim me pushime. Po, kaluam mirë vllai, u kënaqem, Ishte super fare, nuk e ke idenë. Po nëse shkon ti, apo nëse arrin ti, apo nëse bën ti dhe ti ja u thua të tjerëve, cilët ka 2 vjet që ka marruar shkollën dhe nuk po bën dot asgjë. Se ne shqiptarët ka 1 vit e gjysmë që është ndarë nga e dashura apo bëhet keq sepse ajo ka zënë një dashur të ri dhe ti s'po bën dot asgjë. Ose ai nuk po bën dot asgjë. Mos ja tregon lumturitë. Qante, po ne sikur më duket mua, po është vërtet që kemi pak zakon që edhe nëse kemi kaluar mirë ta rrismi çika të nivelin. 5.000 euro hoteli, 5.000 euro, a kupto, domethënë hashe pa fund, femra ruse, plako ruse. Po, anglisht nuk di, anglisht nuk di, po komunikonim shumë me ato u kënaq mua bet. Po për 3 ditë domethënë si më men fare, ke parasysh pa çka se ndoshta s'ka bërë asgjë, i tregon sikur ka bërë. Ne se egzagjerojmë çik në shqiptarët se edhe mundësisë kemi pas shumë, plus që jemi çik mburravet se kemi si natyrë. Po kjo s'është gjë i thua ti, po shikoj çka kanë bërë në verilindje ose në juglindje të Italisë ku ishte fiks fare për një dogja, për një mla. Dërmi. Jesi. Kaloj me Ghetto Jeezy. Jeezy, more, Jeezy. Ghetto Jeezy. Ghetto Jeezy. Let's get lost. Ka ndaj ndjek Formula 1 di. Po çama se nuk është e vërtetë, domethënë që e shifet nga ky këndvështrim, sepse pasi del gjithë e dim ke Formula 1 që janë ato gocat e bukura që duar trokasin, po ti domethënë ti, unë nuk e di se si është, se unë s'kam qenë pilot Formula 1, po thuhet që je aq i lodhur, raskapitur, je dobësu deri në 4-5 kg, sa ti nuk ke menin tash të rish merresh me na një, ta ngacmosh. Ngacmon pak më vonë. Ti nga rruga Elbasanit vjen këtu në autostradë i gjysë kilë se unë vetë. Dhe ke aritmi. Ujë në djerës. Aritmi jo, po takikardi po njerë. Rajët shpeshta, ujë në djerës bën pjesitje. Se s'ka kondicioner, po nuk është se... Po pra, kuptoj. Po ke filluar që në mars, kur ka qenë 8 gradë. Po, kështu që... Hamiltoni është akuzuar se ka ngacmuar një nga ato vajzat. Si e ka ngacmuar? E ka ngacmuar. A duket e besueshme? Ka foto, i ka edhe shampanjë. Edhe qa pasaj, qa. Ja, shife? Pa dëshirën në saj. Po aja ka edhe mes vesh. Po mi tash, si ta merrte vesh që... Kjo është tamam që kur thonë lavash truri. Nuk, ajo është kineze. Shiko ja ka... Mund tani shampanjën në baret si edhe. Është munges respekti? Munges respekti, s'mund ta lagësh tjetrën ti pa dëshirën e saj. Ajo laget vetë, po të... Ka norma. Mund të laget, në qoftë se do tash i ruspiesh, ajo të laget. Se ishte duke parë gjithë bota.
Domethënë edhe një shoqatës kundër seksizmit e ka quajtur të padenjë këtë veprim nga Hamilton. Çfarë thua? Po, është turp, nuk mund të bësh kështu gjërash, nuk mund ta lagësh në sy të gjithëve. Mund t'i kishe thënë, hajde shkojmë pak te Roma. Hajde shkojmë pak te Roma, se s'po mape shampanjë, se kështu, se s'po ish dot pa Roma. O Hamilton, po bën kështu gjëra që kur është ndarë nga Nikoli. E ka nga fama, E ka nga fama, s'di ç'a bën. E ka nga lodhja, e ka nga fitojmë gara, s'dim ç'a bën. S'dim kë lagim. Pime s'dim ç'bëjmë. Po. Nëse vazhdojmë me muzikë. Durata Dora Bombi. Ja pra ka qishte edhe trejat med për sot, ishin këtu me Rut Hizmon, me mua Mateon dhe Vodafone Power to You, gjithashtu Vodafone.al për të marrë vesh të gjithë ofertat dhe vende që organizohen, gjithashtu dhe spote majtas djathas për të marrë vesh të gjithë të rejat përsa i përket botës së kuqe. Por mos harrojmë që jemi në rrjetet tona sociale, ju lusim që të bëni pjesë sepse ja vlen të bëni. Do rrisim pensionet e re. Med.al për të ndjekur po themi live stream radio sikurse dhe televizion. 105.7 Med Radio, super muzikë, gjithë admirat e botës dhe ngelet veç se të lëmë me të madhin Lul, idhullin e Mateo që është me plus sot. Këtu do na keni nesër, javën e ardhshme, muajin e ardhshëm.